Presidenti venezuelan Nicolas Maduro reagoi ashpër ndaj deklaratave të Donald Trump, I cili konfirmoi se kishte autorizuar CIA-n të ndërmarrë operacione të fshehta në Venezuelë. Pa u përmendur drejt për drejt Trumpin, Maduro akuzoi Agjencinë Amerikane për historinë e saj të errët në grushtet e shtetit dhe luftat e pafundme në vende si Afganistani, Iraku dhe Libia. Sa gjatë do të vazhdoj CIA me punët e saj? Amerika Latine nuk I do, nuk I ka nevojë dhe I dënon, deklaroi ai gjatë konferencës në Caracas. Maduro kërkoi jo luftë në Karaibe, jo luftë me Amerikën e Jugut, por paqe, duke folur edhe në anglisht "No war, yes peace, people of United States, please." Nga ana tjetër, Trump pranoi publikisht se kishte urdhëruar CIA të vepronte në Venezuelë dhe shtoi se po shqyrtonte dhe ndërhyrje toksore. Ai arsyetoi vendimin e tij me dy motive. Së pari, ata kanë zbrazur burgjet e tyre dhe I kanë dërguar të burgosurit në Shtetet e Bashkuara. Së dyti, drogat shumë prej tyre vijnë nga Venezuela përmes detit. Në javët e fundit, ushtria amerikane ka shkatëruar të paktën 5 varka të dyshuar për trafik droge në Karaibe, ku janë vrarë 27 persona, 4 prej anijeve sipas Pentagonit kishin origjinë venezuelane. Edhe një nëntece u dëmtua dhe 2 persona shpëtuan, të cilët janë marrë në nënhetim. Thirrja e Maduros për paqe u interpretua si përpjekje për të fituar simpati ndërkombëtare dhe për të shmangur për shkallëzimin e tensioneve me Washingtonin.